Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në daljen e radhës para gazetarëve këtë të premte njoftoi protestën e radhës, të cilën opozita do e zhvillojë në datën 8 maj. Sipas Berishës, shpresa e vetme është reagimi dhe përgjigja e fuqishme qytetare. Jam sot për t'informuar shqiptarët se me datën 8 maj, një ditë e rëndësishme, shqiptarët do të mlidhen në rrugë dhe sheshet e Tiranës në kryengritjen e tyre më të fuqishme, paqësore që ka njohur vendi kundër kreut të organizatës kriminale dhe regjimit ti, qeverisë së ti, pra kundër Edi Ramës dhe narkoministrave. Theksoj këtu se shpresa e vetme në këtë situatë dramatike është reagimi dhe përgjigja e fuqishme qytetare. I pyetur në lidhje me një pakt të mundshëm me mazhorancën për kodin zgjedhor dhe reformën territoriale, Berisha u shpreh se përveç 2 reformave të kërkuara nga BE dhe OSBE, Partia Demokratike nuk ka asnjë pakt tjetër me Edi Ramën. Unë, siç theksova dhe dje, asnjë lloj pakti përveç 2 reformave që janë të kërkuara edhe nga Bashkimi Evropian, OSBE-ja, Këshilli i Europës, me Edi Ramën nuk mund të kemi asnjë pakt tjetër. Kjo është shumë e prerë. Edi Rama është diktator autoritar, armik i egër, më i egër i opozitës, dhe opozita s'mundet kur përveç se këto fushat bashkëpunoj me te. Mëtej kryedemokrati foli për zgjedhjet bashkiake dhe theksoi se procesi i përzgjedhjes së kandidatëve do të fillojë shumë shpejt.